Profeti alayhi salatu selam në hadith vërtet thot, unë thot do ta njoh ummetin tim, besimtarët e mi, nga shenjat e avdesit, subhanallahu, i qofshin fal Allahut, ç'a mirësi e madhe. Nga shenjat e avdesit, sepse çdo besimtar që ka marrë avdes me shpirt e me zemrën këtë dynja, do të shkëlqej pra gjymtyrët, fytyra, duart, këmbët. Do t'i shkëlqejnë pra gjymtyrët që ka marrë avdes, si dritë do t'jetë në ditën e gjykimit dhe do t'njifet. Ndërsa besimtarve ju shkëlqejnë gjymtyrët nga drita, imagjino, për ta kuptu atë që tham para pak minutash, ka edhe prej atyre cilët kanë marrë avdes në këtë dynja, por nuk do t'i shkëlqejnë gjymtyrët, subhanallahu, ata kanë qenë hipokritët. E në këtë ditë do t'ju thonë besimtarve, undhuruna në këtë bisminurikum, na shikoni se mos na jepni edhe neve, mos na përçohet edhe neve drita juaj, se edhe ne kemi marrë abdes si ju. Por me shpirt Allahun se kanë pas. Me shpirt Allahun se kanë besu. Kur e kanë bë namazin ose avdesin, nuk e kanë bë për hatër të Zotit, por e kanë bë për qëllime tjera, vallahi. Zoti na ruaj. Janë ata cilët shfaqin besimin, po në zemër nuk kanë besim. E pra vëllezër të nderuar, ai i cili nuk e bën me shpirt edhe me zemër, ai që avdesi nuk ja pastron shpirtin edhe zemrën në këtë dynja, në këtë botë, nuk do të ketë dritë ditën që dalim përpara Allahut xhalleshanu.